bëre kështu, më bëre ashtu, më bëre këtë. Jo. Ti kam thënë me shumë qetësi 2 herë, biles ti me këtë justifikohesh, e ti qeshe. Ti nuk u mërzite kur unë të bërtita, ti mban mend çfarë thua? Jo, një herë ke qesh. Edhe herën e dytë. Edhe herën e dytë e qepa. Nuk po them unë stërmadhim me të mbërtitur. Të kam thënë s'ka më. Përdorimin e fjalëve. S'ka më. Mos ma bëj më, po jo, zemra. Jo, nuk e bën më. S'ke të drejtë, po nuk ke të drejtë. Po kam të drejtë. Nuk ke të drejtë ma afrohesh fare. Po nuk do ta afrohesh. Po fare, shu bërtit sa duar, s'ka problem. Se vrasmendje fare. Ndryshe do ta bëj. Nga afër ti afrohesh veshit tim këtu s'ke të drejtë. Po jo nuk do afrohem afër. Po mirë, pra nga larg bërtit sa duash. Me asnjë lloj forme nuk më cënon dot Do t'rregoj diçka. në vesh. Do t'rregoj diçka? Ke gjallë ndjesin që të gjej një super ide kreative, ultra kreative që ti do qeshësh kur ta shoh. Jo, unë nuk qesh me asgjë që mund të bësh ti. Fare. Po ti ke qesh tani, pse mos i s'ke qesh? Kam qeshur vetëm se s'kam dashur të reagoj keq. Okej. Thjesht nuk Kësaj dua. radhe do qesh. Jo. Thjesht mos e bëj. E fe me bast. Zemër, thjesht mos e bëj. Unë po ta them shumë pastër, po të shoh në sy, thjesht më rri larg me lojra. Nuk dua lojra nga ty, nuk dua lojra nga ty. Ata bëj me bast. Moj nuk dua lojra nga ty, jo nuk qesh. Nuk e bën me pas. Okej, në rregull. Nuk dua lojra nga Se di ty. që do qeshësh. Nuk dua lojra. Jo lojra, të lutem. Zemra, jo lojra. Ti nuk t'afrohem, ti nuk prek po u lojën ndër. Me asnjë lloj forme nuk dua të më afrohesh. Fare nuk t'afrohem. Për të biseduar, për të debatuar sa dush ti. Nuk ka asnjë lloj problemi. Ti s'do me bë bisedë. Me lojra, jo. Po ti s'do me bë Jo bisedë. zemra, jam shumë e madhe për lojra, më kupton, jam e rritur. unë Nuk i dua bëj lojra, ti mos nuk kam marrë për lojra këtu. Të lutem. Betohem që do qeshësh. Unë po të lutem. Tani ti e di që unë s'të cënoj në asnjë gjë tjetër. Çka kemi debatuar, çka kemi pas me njëna tjetrën. Unë po të them, të lutem. Lojra nuk dua. Po nuk dua lojra, moj. Po mos rri shtëpi atë. Jo, tu do rri. Po ti lojra s'do bësh. Jo ashtu. Peshira, gjëra më qef sa dush të kam problem fare. Jo ashtu. Mua fizikisht me lojra mos mua afro. Kaq. Po kushta që do t'afrohem? Po se imagjinoj ta njoft trurin dhe imagjinoj çfarë do bësh. Çfarë imagjinoj? Po e di. Po e di me zemër. pra çfarë? E di. Çfarë më thuaj? Po pse se thua? Mi Pse se thua pra? mi Atë që imagjinon, shofi ma e ke qëllu. Edhe kur ndodhe realiteti, shofi ma është. Pse se thua atë që imagjinon? Çfarë mendon se do të bëj? Kush është ideja kreative që do e bëj? Po zemra, po nuk jam interesuar për idetë e tua kreative. sa po e the që Ku ke kanë në të bëjnë me imagjinat? mua, nëse ti do të nçefësh luk, pirun, peshqir, rroba, çfarë dush ti bëje? Bëje nëse kjo është strategjia jote. Sa po e the që ke në imagjinat se çfarë do bëja unë, dhe unë po pyes kush është imagjinata jote për mua dhe tani po thua hajde nuk e di, debatojmë, nuk sa më intereson, po bie në kontradikt Lojra, tani. unë kontradikt. Kush është e vërteta? Unë kontradikt. Po. Po pra sa për re. Ose pasaj e bërë ndoshta për ironi, ose të parën ose të dytën. Po ishin dy fjali në kontradikt. Një gjë është e rëndësishme që ti pa mua s'bën dot. Po, e vërtet është. Se kujt do ja bëj unë këta ngacmime? Përveç teje. A përse? Ha? Erdhët në një konkluzion, ma në fund. Po ja kam thënë edhe herë tjera, po s'u beson. Kjo ka logjik tash. Kjo vetë ma marrë me të qeshme, kjo ma merr me të Po keqe. nuk dua më ta marr me të qeshme, më bezdisin lojrat. Jam 48 vjeç më zemër. Nuk më kënaqin më lojrat mua. Përveç se më acarojnë. Po mua më këta. Tani, nëse ti do t'jesh njeriu që më acaron, më acaron me gjëra tjera, jo me lojra. Po ti ma acaron me gjëra tjera, unë ta acaron me Jo, gjëra unë tjera. s'acaron, qatë sem ti them sy, debat. Unë vetëm debatoj, unë përdor vetëm fjallën me ty. Dhe edhe, jo, zemra, para gjykyse futi. Unë jam shumë korrekt në atë që të kam thënë. Jam shumë korrekt në atë që të them. Dhe ta them në sy, nuk ta them brapa krave. Dëgjom, duhet, këtu kemi përplasje gjeneratash. Këtu duhet me u gjetë një mes, një kompromis, që me shku drejt që erdhet konkluzioni. S'mundeni mi pas mendimet e njejta. Normal. Edhe mendimet e tuja dhe të saj duhet mu respektu me u gjetë një farë paralele. Jo unë që shësom ose ti që shësush, haroje. Tani, di ti.
kjo më thot që Haroje. mos i afrohem fizikisht, kupton? Edhe unë i thash, okej, Nëse ta dëshi, respektoj. nëse Zemra, bravo. Unë kam gjetë quhet ide dhunë, kreative. është dhunë, moj zemër, është dhunë. Po duk do të afrohem. Është dhunë, ndaç të afrohesh, ndaç mos të afrohesh. Ua, Qëllimi që ke ti Gerta. është dhunë. Pa jo që ma bërë ti mua kështu, nuk është dhunë. Ajo ishte shaka. Që i kështë plaq. Pa da jo e veshit Sepse shaka. ti, realisht, pyetjet i kishe rregullu sipas shefit tënd, që s'është korrekte. Jo, mos ma Sepse kthe mua vllai i betin. madh, Mos ma kthe po mua me që e betin. përmende për çaj bëra, dhe unë ta bëra, edhe Jo, fakt. jo, paf. Jo, jo. Janë kamerat aty. Po pra, nga që Janë kamerat, ishte Ama Ibro, ta mora ishte- për të madhe, jo. Po s'ishte e madhe, s'kishe çamerje për të madhe. Shakat le të mbesin Po shaka. pra, shaka. Po s'kishe Shaka pra, kam ajo dhënë. ishte... Po unë po ja them që Ah, unë- se e tregoj vetë po i bëj aty dhe unë... hë. Jo. Pa shu pra ishte tani kot. Po, ja, o Ibro, ishe aty. Jo, Për se këtë, pam tjerët. duke qeshur. Se peti? Që më konë atë. Që më konë Edhe jashtë. unë se bërat madhe, Po se mora për zgodasun shaka. ashu, zgodasun. E, Gerta. Sa Po janë kamerat, po janë. janë kamerat. Po pra, e janë ta kamerat. shofim. Po. Po nuk më intereson se mora me qeshme. Tani, veshin tim unë e marrë seriozisht. Okej, herën tjetër edhe unë do fullën time do e marr Veshin tim e marrë seriozisht, është dhunim zemër, Okej. është dhunim akustik. Okej. Po unë thashë po të bëj nder. Është dhunim Jo, akustik. është shërim akustik. Është dhe dhunim akustik, nuk ke të drejtë. Shërim akustik. Zemra ime, të lutem rri larg veshëve të mi. Shërim akustik. Rri larg veshëve të mi, se nuk e di ç'a mund të kem në vesh. E kupton? Po pse se ke thënë? Kam pyetur unë ty, a ke ndonjë problem shëndetësor? Jo, the. Alba, po të them boll me lojra. Po të kam pyet pra. Po tani unë të them të lutem me shumë kulturë, me shumë mirësjellje. Boll me lojra ndaj meje. Gerta, Tani kam ç'as pyet kupton mirë, nga edhe kjo? do pyesë për zdyrtja. Ke ndonjë problem shëndetësor të vesh? Se po të kesh problem shëndetësor, unë kam thënë e kuptoj, po ti nuk më ke thënë që ke problem shëndetësor. Po pse duhet të them, ti s'duhet i bësh. Po kam qef unë ta bëj. Po ti mund të kesh shumë qefe në zemra. Ti mund të kesh qef të marrësh gëshërën, presësh flokët në gjumë. Sa shidek. Ose shi të bëje. Bëje. Kur zgjati Gerta me balluke. S'ka problem, unë vë paruke, po ti merr valigjet dhe ikën. Jo, s'marr valigjet. Po si? Po floku floku. Po floku, po. Se shaka. Në të shpun fare. Ta ka Jesh, pyet, lojra ka nuk problem du. shëndetësor, po Lojra s'e nuk s'ke. dua shpirt. Okej. Vetëm kaq kam kërkuar. Çdo gjë tjetër bëje. Të thash, lojra, çift çat dush. Unë bëj çat dush. Fizikisht, thjesht më rri larg. Kaq. Që sot e tutje do më qef akoma më shumë gjëra se më ka Çat thënë dush ti? Gerta. Çat dush ti? Se ka problem gati. fare. Po ti tha po, a i the po, Ej, dëgjuat? ta shtu ju. A, ta u shasa, po kërë kësua. Nga sot e tutje do bëj më shumë lojra se më dha të drejtën për Gerta. Urdhrin për Gerta. Kështu që çdo gjë Jo që do bëj urdhër, unë zemra. nga sot e tutje. Zemra fol për mirë, qetësi jo ti ka një urdhër. Gerta. Të thash, thjesht fizikisht, mos më ngacmo. Jo, Kaq. kjo nuk e vaj. Nuk kemi drejt me fol për ta thënë. Kjo Po ju Gerta më dhe urdhër tani. Kjo, pas... Po unë e di që ti s'bën pa mua dhe ke nevojë të bësh gjithë gjë me mua. Po jo gjithmonë kam nerva, e kupton? Po ti asnjëherë s'ke pas nerva. Jo, kam nerva. Ah, po kur do i shfaqësh Kam atë? nerva, po Sa s'jam selektive. Terezi tani. Pse? Se jam Se pa kalu një Gerta. kam që të premtëm që me një grop kaq madhe ngojsh. Edhe unë kam Kur problem. gjallë. Nuk ka qenë kjo. Më ka ndonë dhimbje kokë shumë. Kështu që unë e di se si po rrip, S'ka gjë, mosha e bë pak. thjesht, jo s'ka lidhje, mbushja bie edhe 18 vjeç. Jo, vallaj, Për mosh mos ma qe hallin. miliard të mi pili koka, unë ko e, Dhe nga një femër te një femër nuk ishte fare e bukur edhe në formën e shakas. Po mirë, unë edhe pak më kap treshi për para. Edhe në formën e shakas nuk është e bukur. bravo qok. Uaj, Gert. Të bëj dhe unë pak si ty viktimën. Po s'bëj unë kështu tash. Jo, fare. Pse vërtet unë bëj kështu. Zemër, ja. zemër. S'bëj unë kështu. Mind games, ajde bëjmë sa të duash. Po bëjmë. Ty edhe me pili 20 Mind games, mind Unë i games. kam edhe fizik. Mind, jo, Jam akoma jo, e re. jo, shpet. Je 29 vjeç, piqu.
Edhe qatë shkum pas frikë. Mind games, hajde bëjmë sa të Se mi duash. mandore moshën këtu Mind games, bëjmë sa të duash. Po ngur po them timen, tënden, se llogarit fare. Ta ime una e nxjerr moshën E ke thënë në kamera, e ke thënë. Jo, ma E ka ke nxjerr thënë, e ke 26 në thënë. Wikipedia. E ke thënë në Wikipedia mund ta shu, po vetë me gojën tënde ke thënë jam 29. Ky Gerta po e thot nga xhelozia që jam 29 sepse Jo unë jam fare, unë s'kam 26. xhelozi fare. Vetëm për moshën s'kam xhelozi. Kur ta jetoni këtë moshën time, do kuptoni sa e bukur është. Oj Gerta. E di çfarë ide kreative kam për të vesh. Të thash, më dëgjoj pak, po flas seriozisht. Më dëgjoj pak. Mind games, hajde bëjmë sa të duash. Po sa të duash ti. Mi trego disa. Por, mind games flas. Po. Çfarë? E po ju më keni thënë që unë s'jam mind games. Po të them hajde, më sfido. Më sfido. Më sfido ti që Po do jo të më fizikisht, trajnosh. jo fizikisht. Po më sfido ti që të më trajnosh. Më bezdis fizikisht, sinqerisht, dhe nuk du të ndjehem me bezdisur nga dikush. Nuk ndjehem mirë. Nuk dua të ndjehem me bezdisur nga dikush. Ndoshta ky është shëllimi Për i pasur ba, me bezdis. si? Ndoshta ky është shëllimi Po me nuk bezdis. është strategji, është çip. Është çip, më kupton? Këtë po të them. Ngrije pak nivelin, po ngrije pak nivelin. Po bime kam rrit, avashtim. Këtë po të them. Çfarë bëj njëri me 4 klasë shkolle? Po unë s'po them që jemi 4 klasë shkollë, thash ngrije pak nivelin, jo në nivelin e lojrave, kështu bërtit me vesh, budalliqe kështu. Koti. Tregoje veten që mund të më sfidosh, mendërisht dhe ta bëj halal, hajde. Përballemi. Ti mua të ndërish, më mëso pak. Unë nuk dua të të mësoj. Po me të mësoj diçka nga ty. Unë nuk dua të të mësoj. Pse? Po pse do të Po jo e ka mësoj? fjalën time, bën sfidën, unë vetë ju mësohem. Po bëj, çfarë mind game mund bëjmë tani? Në një interesant, apo Duhet kujtoj parë. për momentin. Jo, nuk më kuptove. Mind games e kisha fjalën që qa ke ti në tru, qa kam unë në tru, kemi gojën, si formë për të shprehur çfarë kemi në tru, hajde ti përplasim. Po. Se kam problem fare. Çdo situatë. Po. Ama këto lojrat shumë, Do të them pyes diçka. Mind game-i dje për pikën energjetike, a realizova me sukses? jo, më do të shumë. Po ti s'po vlerëson mua asnjë gjë. Pse? Zemran, ti ke më shumë kapacitet se sa të bësh rolin e budallaqes. Ai ishte tamam rol budallaqe. Po mirë me se ishte, oj po jo është interesante për mua, me vërtet. Pije energjetike. Ta them unë fare. S'është për Zotin, ta them sinqerisht. Kuptoj që unë ti them çdo gjë sinqerisht, nuk të mbaj gjë mbrapa. As të bëj gjë me strategji. Unë reagoj kur mbin qaf. Më kupton? Dhe s'jam fare për e gjykuese. Ama ka edhe diçka. Me vërtet asnjëherë s'më ke pyet. Për çfarë? Me marrë Nuk mendimin jam njeriu, nuk jam njeriu. Unë kam më dëgjoj pak. Unë kam shoqen e ngushtë që e kam i lë familjen në dorë, ja lë, gocën time ja lë në dorë, edhe jam i qetë, zëre se jam unë, dhe unë nuk e pyes kurrë qa ke, pse je mërzitur, ose ku dëgjon qa. Vetëm kur më flet vetë. Okej, Nuk ama të viun, harroje, nuk e bëj. Pa me më pyet. Si? Pse më kritikon pa me më pyet? Qa do të pyes? Për shembull, në çdo situatë që shef sipërfaqësisht e ke krijuar shumë atë vetbindje Nuk që i shohun gjëra sipërfaqësisht zemra, jo, e ke gabim, ti po paragjykon tani. Okej. Ti mendon që i di të gjitha, ti harron që unë jam 48 vjeç. Dhe kam eksperiencë edhe për shkak të profesionit që kam pasur, që kam pasur të bëj me shumë njerëz, e shumë situata, plus edhe intelektin nuk më mungon. Pra, në momentin që unë flas, e logjikoj, nuk flas kot thjesht se duhet folur. Këtë ta kesh të sigurt për Egram, shif në sy. Unë, po ta thash, ta kam thënë. Jo, zemra ime jo. Po jo pra, të vjen keq ty, se s'të pëlqen. Më ke thënë kod për e gjykuese. Beso po. Megjithatë, nuk ka problem. Beso që Unë nuk për e gjykoj askënd. Unë i kam gjithë njerëzit i soj. Gjithë njerëzit i soj. Kushdo. Gjithë njësoj. Në fillim po flas. Në fillim, më gjëpa. Në fillim, unë i kam gjithë njerëzit njësoj. Pastaj njerëzit shkojnë kështu. Në besu dikush ngjitet, dikush zbret, dikush... Nuk ka lidhje me paragjykime, fare. Po fare. Nuk kem njeriu paragjykues.